Si sot, më 20 shkurt 1991, sheshi Skënderbej në Tiranë u mbush me mijëra qytetar, kryesisht student, të cilët u bën pjesë e një ngjarjeje historike. Të gjitha nisën më 18 shkurt, kur studentët e Universitetit të Tiranës nisën një grevurie, duke shprehur kërkesa për ndryshime në institucionin e tyre. Lëvizja u mbështet nga qytetarë dhe kulmoi me një moment të rëndësishëm, rrëzimin e monumentit të ish udhëheqësit Enver Hoxha në sheshin Skënderbej. Ky moment u bë simboli një periudhe ndryshimesh dhe shënoi një pikë these për vendin. Pamjet e asaj dite, të cilat u përhapën dhe ndërkombëtarisht, vendosën Shqipërinë në qendër të vëmendjes dhe dokumentuan një ngjarje historike të rëndësishme. Ngjarjet e 20 shkurtit 1991 ruhen në historinë materiale dhe arkivore. Në Muzeun Historik Kombëtar gjenden kavoja që u përdor për tërheqjen e shtatores, si dhe kamera me të cilën gazetarët Daniel Damon dhe Aziz Gjergji dokumentuan monumentet kyçe të viteve 1990-1991. Këto objekte janë dëshmi e një periudhe të rëndësishme dhe tregojnë ndryshimet që shënuan kalimin drejt një periudhe të re. 20 shkurti mbete një datë e paharrueshme në historinë e Shqipërisë.